Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish në kanalin Historiete, sot për të ndarë me ju një histori vërtet shumë të dhimbshme. Është thënë dhe është dëshmuar që nëna është zëvendësimi i Zotit në këtë univers. Nëse Zoti do të kishte dhënë zëvendësin e tij në këtë univers, ajo do të ishte nëna. Nëna e cila kujdeset për fëmin, e rritën fëmin, sakrifikon jetën e saj për fëmin, sakrifikon shëndetin e saj për fëmin, e gjithë shka tjetër, është nëna ajo e cila jep maksimumin për fëmijën e saj. Dhe sot, dua të ndaj me ju një histori shumë të dhimbshme, shumë të prekshme dhe të paimagjinueshme. Do me thënë një grua e cila lëre njerë që ka hequr një jetë të tmerrshme nga buri i saj, por kjo gjë ka pasuar dhe më pas. Dëgjoni historinë. Unë jam një grua 66 vjeçare. Një nën që kam sakrifikuar gjithçka për familjen. Dhe sot, në vend që të shijoj pak paqe në pleqëri, jam endur në përdyer të gjykatave. Kam lënë Tiranën për Elbasanin, për Shkodrën, nga halli i Qiras, dhe jam detyruar të lyp për të jetuar. Historia ime është e gjatë, plot të dhimbje, sakrificë edhe shumë padrejti. Jetën e kam kaluar me një burr alkolist e tepër të dhunshëm. Më rikte, më nxirte lakuriq natën në mes të lagjes. Më jepnin komshin të roba që të mbuloja trupin. Kam përfunduar me plagë të hapura në spital, me qepje në kokë, në trup, në shpirt. Por nuk ika. Ndenja për fëmijët, sepse mendova se ata një ditë do të më shpërblenin këtë gjën, do të më donin, do të më mbronin, por fatkeqësisht gabova. Buri im ndërtoi një shtëpi kur ishte në Zvicër. E donte shumë, ishte krenaria e tij. Por edhe për atë shtëpi, më duhej të sakrifikoja shumë. Kur ai nuk pagoi më kredin, banka erdhi që ta marrë. Djali im i mesëm më dha 27 milion lekë për të shpëtuar shtëpinë edhe dyqanin. Më tha, nën, merr lekët, paguaje kredin, mbaje shtëpinë. Ai iku se spati kur synim pronën, e bëri për mua. Por sot, djali i vogël dhe nusja e tij kanë hyrë në atë shtëpi dhe më kanë përzënë. Më nxorën në rrugë si të isha një huaj, si të mos kisha derdhur gjak në atë shtëpi, si të mos kisha larë dyshemet zbathur me duar e me lot, si të mos i kisha rritur me bukë të thatë. Djali i vogël pretendon se shtëpia është e tij, ndonse ka vënë as një qindark, as për babain e tij një pako kafe si ka bler. E jo më të mbaj shtëpinë, kurse unë, në vend që të jetoj me dinjitet, u detyrova të marr një dhomë me qiran e Elbasan, sepse ishte më lirë, vetëm 50.000 lekë. Kur isha në Tiranë, ma paguanin qiran vajza dhe djali. Por vajza ime tani është pa punë, s'mund të më ndihmoj më. Ndërsa djemtët e tjerë më kanë kthyer shpinën. Gjyqi për shtëpinë u bë, por drejtësia nuk u bë. Nusja, para gjyqtares më tha troç, nëse ajo i ofrohet shkallëve të shtëpisë, do ta therr e do ta zhduk. Dhe tha pa ju dridhur syri, kërcënime, dhunë psikologjike dhe fizike,
Në vend që të më respektoj si nënën e burrit të saj, më sheh si armike, si mbetje që duhet të zhduket. Unë kam vuajtur 40 vite me një burr pianec. Tani kur mendova se do të kem pak qetësi, jam e përndjekur nga nusja dhe djali im. E vetmja që më flet është vajza. Të tjerët më kanë braktisur, më kanë fshirë si të mos kisha ekzistuar kur. Nuk dua më të kthehem në Divjak. Kam derdhur gjak në atë qytet. Kam ecur zbathur në për ujëra për të punuar dhe për të rritur fëmijë. Por nuk dua më të vuaj. Dua vetëm atë që më takon, vetëm aq. Nuk kam nevojë për mëshirë, por për drejtësi. Dhe nëse ky mesazh më rin diku në veshin e njerëzve, në veshin e ndonjë njeriu që është i mirë, kujtoni se nuk jam një rast i izoluar. Ka shumë nëna si unë që kanë sakrifikuar gjithçka dhe në fund kanë mbetur vetëm të përbuzura, të dhunuara, të përzëna nga fëmijët e vet. Dhimbja ime është dhimbja e një nëne shqiptare. Në fakt është një histori që unë kur vendosa ta ndaj, e di që shumë nëna shqiptare në vitet më të bukura të jetës së tyre, që unë i quaj vitet e shpërblimit, pasi që në vitet e rinisë ato punojnë për të siguruar bukën, sepse janë shumë të pakta ato nëna që hedhin fëmijë, braktisin fëmijë dhe lënë fëmijë vet. 99.9% të nënave investojnë jetën e tyre në fëmijët e tyre. Dhe të punon nëna si, nuk dua ta them si qen, të sakrifikon jetën e saj, të del gjak nga këmbët e saj, me punë të ndershme, vetëm që ajo të siguron bukën e gojës për fëmijën, të siguron bukën e gojës për hallin e jetës së saj, dhe të vi një palo nuse që nga nëna e saj ka marrë kulturën që të mos e respektoj vjerën, që të mos e doj kunatin, që të mos e doj kunatën, që të mos e doj nipin, mbesën. Kjo është një mallkim që nuk ja ke bërë asaj nëne, por ja ke bërë vetes tënde. Jeta është portokalli dhe në këtë univers karma ta kthen ty, por në momentin që të ta kthen, ti do t'jesh njeriu i cili do të ulesh në gjunjë edhe do të kërkosh falje, por nuk do të ketë mëshirë për ty. Andaj, duani vjerat tuaja si nënat tuaja, nëse dëshironi që nesër t'ua kthej dhe fëmia juaj.